Pra ja ku jemi, zgjuar duke parë tavanin. Çfarë po ndodh realisht në këtë moment? A është thjesht një çrregullim i vogël në orën tonë biologjike, apo ndoshta ka diçka tjetër që po përpiqet të komunikojë me ne? Sot do t'i shikojmë të dyja këto këndvështrime. Kemi dy shpjegime kryesore, dy botë krejt të ndryshme. Nga njëra anë kemi botën e misterit të traditave të lashta, që thonë se ky është një mesazh, një sinjal nga universi. E po nga ana tjetër, kemi shkencën me shpjegime konkrete që thotë se gjithçka fshihet brenda trupit ton. Cila ka të drejtë? Le t'i eksplorojmë të dyja. Okej, le të nisim me anën mistike. Imagjinoni pak. Për qindra madje mijëra vjet, njerëzit në kultura të ndryshme kanë besuar se ora 3 mëngjesit nuk është një orë e zakonshme. Jo, ata e shihnin si një kohë magjike, një moment kur perdja, le të themi, mes botës son dhe botës shpirtërore bëhet pothuajse transparente. Dhe kjo ide gjen shprehje perfekte këtu. Në orën 3 të mëngjesit, bota është e heshtur. Pra, ideja kryesore është kjo: kur gjithçka rreth nesh pushon, kur zhurma e ditës shuhet plotësisht, krijohet një hapësirë, një lloj portali, dhe përmes këtij portale besohet se mund të vinë mesazhe, qoftë nga intuita jon, nga paraardhësit apo nga diçka akoma më e madhe. Po çfarë lloj mesazhesh janë këto? E po, interpretimet janë të ndryshme. Për disa është thjesht një impuls i fortë për të lutur ose për të reflektuar në qetësi. Për të tjerë është një shenjë se diçka po ndryshon brenda tyre, një zgjim shpirtëror. Donjëherë, mund të jetë thjesht një moment kur emocionet e mbajtura brenda, më në fund gjejnë një rrugë për t'u çliruar. Ose ndoshta diçka akoma më prekëse, si ndjesia e një lidhje me dikë të dashur që ka ikur. Dhe interesantja është se kjo nuk është thjesht një besimiri apo i izoluar. As pak, shikoni pak kulturat e mëdha. Në krishterim, kjo orë ka një natyrë të dyfisht. Është një kohë e shenjtë për lutje, por në të njëjtën kohë njihet edhe si ora e djallit, një provë besimi. Pastaj, në budizëm shihet si koha perfekte, kur mendja është më e qartë për meditim, ndërsa në mjekësinë tradicionale kineze e lidhin me meridianin e mëlçisë që ka të bëjë me përpunimin e zemrimit dhe frustrimit. Pra, pavarësisht se si interpretojnë, të gjithë bien dakord, kjo orë ka diçka të veçantë. Mirë, mjaft me misterin për momentin, le ta heqim atë velon shpirtërore dhe të ndezim dritat e laboratorit, sepse shkenca moderne ka një këndvështrim krejt tjetër. Ajo na thotë të mos shikojmë lart në qiell, por thellë brenda nesh. Dhe gjithçka, absolutisht gjithçka, fillon me orën tonë të brendshme. Kjo orë quhet ritmi cirkadian. Dhe mendojeni si dirigjentin e një orkestre gjigante që është trupi ynë. Ky dirigjent, një pjesë e vogël në tru që quhet bërthama suprakiazmatike ose SCN, vendos ritmin për gjithçka. Kur na vjen gjumë, kur zgjohemi, kur kemi uri, gjithçka. Dhe si e di kur duhet i bëj këto gjëra? E po, ai shikon jashtë dhe sinkronizohet me sinjalin më të madh të natyrës, dritën dhe errësirën. Por si çdo dirigjent, edhe ky ndikohet nga koha, jo nga ora, por nga vitet. Teksa plakemi, ky ritëm i brendshëm fillon të humbasi pak nga saktësia e tij. Gjumi bëhet më i cekët, më i ndërprer, dhe kjo është pikërisht arsyeja pse shpesh shohim që njerëzit më të moshuar flenë më herët dhe rrjedhimisht zgjohen më herët. Pra nuk është domosdoshmërisht një problem, është thjesht një ndryshim natyror. Kjo duket shumë qartë kur shohim se sa gjumë na duhet në faza të ndryshme të jetës. Një adoleshent, për shembull, ka nevojë për 8 deri në 10 orë, ndërsa një i rritur, le të themi mbi 65 vjeç, mund të jetë krejtësisht mirë me 7 ose 8. Por çelësi këtu nuk është vetëm sasia e gjumit, është edhe cilësia. E gjithë struktura e gjumit ndryshon dhe kjo i bën zgjimet e vogla gjatë natës shumë më të mundshme. Në fakt, kur ky model, pra, të fjeturit herët dhe të zgjuarit herët, bëhet diçka e përhershme, shkenca e ka edhe një emër për këtë. Quhet sindroma e fazës së përparuar të gjumit. Tingëllon komplikuar, por në thelb do të thotë diçka e thjeshtë. Ora e brendshme është thjesht e programuar për të nisur ditën më herët se zakonisht. Dhe kështu zgjohesh tamam mes orës 3 dhe 5 të mëngjesit. Por mosha nuk është i vetmi fajtor këtu. Gjumi junë është si një vale teje delikate mes kimikateve të trupit, hormoneve, gjendjes sonë shëndetësore dhe sigurisht zakoneve tona të përditshme. Pra, le të shohim se cilët janë këta partnerë të tjerë në këtë vale të natës. Një nga personazhet kryesore në këtë histori është kortizoli. Të gjithë e njohim si hormoni i stresit apo jo, por ai ka edhe një rol pozitiv.
Normalisht, në mënyrë ideale, niveli i kortizolit fillon të rritet ngadalë në orët e fundit të gjumit. Pse? Për të na përgatitur për të zgjuar, është si alarmi i butë natyral i trupit ton. Por, çfarë ndodh kur jemi vazhdimisht në stres? Këtu prishet ekuilibri. Stresi kronik e saboton këtë proces elegant, bën që kortizoli të rritet, por jo ngadalë dhe jo në kohën e duhur. Ai shpërthen shumë herët ose shumë shpejt dhe na zgjon me një hof të papritur. Në thelb, alarmi ynë i butë kthehet në një sirenë emergjence që ulorin në mes të natës. Dhe stresi nuk është i vetëm. Ka plot faktorë të tjerë. Stili i jetesës, për shembull, alkooli, mund të ndihmojë të flesh fillimisht, por pastaj e prish gjumin në pjesën e dytë të natës. Kemi edhe gjendje shëndetësore si apnea e gjumit, ku ndalon frymëmarrja për pak sekonda dhe trupi zgjohet vetë. Madje edhe disa ilaçe, si beta bllokuesit, mund të kenë këtë efekt ansor. Pra, qof një mesazh nga universi, qof një alarm kortizoli. Rezultati është i njëjtë. Jemi zgjuar në 3 mëngjesit dhe po shikojmë tavanin. Pyetja e vërtetë është, çfarë bëhet në këtë moment? Mirë, le të kalojmë nga shpjegimet tek veprimet praktike. Gjëja më e rëndësishme është mos luftoni, mos u rrotulloni në shtrat me nerva, provoni diçka tjetër. Së pari, thjesht merrni frymë. Thellë, kjo i dërgon një sinjal qetësie trupit. Pastaj, në varësi të asaj që funksionon për ju, bëni një meditim të shkurtër ose një lutje. Nëse mendja nuk pushon, mbani një blok shënimesh afër dhe hidhini aty mendimet. Më pas, thjesht reflektoni, pa gjykim, pa angst, vetëm me kuriozitet. Dhe këtu qëndron gjithë sekreti. Qëllimi nuk është të detyrosh veten të flesh me çdo kusht. Qëllimi është të ndryshosh qasjen. Të kalosh nga i mendimi, "Oh, jo, prap unë zgjuar", tek mendimi, interesant, pse jam zgjuar? Çfarë po ndodh?" Kur ndalojmë se e parë këtë moment si një problem dhe fillojmë ta shohim si një ftesë për të dëgjuar, atëherë gjithçka ndryshon. Nuk është më luftë, është thjesht vëmendje. Dhe kështu i bjem rrotull dhe kthehemi në fillim, por me një bagazh të ri dijesh. Pra, çfarë është në fundit ky zgjim në 3 mëngjesit? Një defekt teknik i trupit apo një udhëzim shpirtëror? E dini çfarë? Ndoshta nuk ka nevojë të zgjedhim. Ndoshta nuk është asnjëra dhe të dyja njëkohësisht. Ndoshta vlera e vërtetë e këtij momenti nuk qëndron tek gjetja e përgjigjes, por tek guximi për të bërë pyetjen: çfarë po përpiqet të më tregoj ky moment qetësie?